Vdo ju, ja? Po. Kemi të interesu për vdekjen e tij. Doni me fol për kamerës diçka? Jo, s'ka nevojë për gjë. Vëllezërit deklaruan në institucionet se vllau ju vdiq për shkaqe natyrore, mirë po dyshimet pas vdekjes po qojnë në një skenar shumë më ndryshe, madje tejet më të rënd. Hysen Haxhi Mustafa vdiq 4 vite më parë, por vetëm pas kaq vitesh, në qershor të 2025-s, trupi i tij ju nënshtrua autopsisë. Raporti e tregon një të vërtet krejtësisht të re, nga ajo që dihej tash e 4 vite. Në raport autopsisë të kërkuar nga vjerri i viktimës, del se vdekja e Hysen Haxhi Mustafës erdhi nga varja. Vjerri i viktimës akuzon vëllezërit e Hysenit, Ylber dhe Florent Haxhi Mustafën, si dhe babain e tij Sahit Haxhi Mustafën, se e kishin ngulfatur Hysenin me litar dhe e kishin goditur me mjete të rënda, veprime këto që më pas e shkaktuan vdekjen e tij. Kështu kishte deklaruar vllaznim Basha për vdekjen e dhëndrit e tij Hysenit më 8 maj të vitit 2024 para prokurorisë themelore në Gjakov. Ishte qershori vitit 2021 kur Hysen Haxhi Mustafa këtu në Rahovec u raportua si i vdekur nga vdekja natyrale. Dyshimet mbi vdekjen e tij ngriti vetë babai i gruas së tij, në këtë rast vllaznim Basha, i cili kërkoi që të bëhet një autopsi. Me që rast rezultoi edhe me ekzaminime në maj të këtij viti. Por çka e shtyu realisht dhe cili ishte ky faktor i jashtëm që ndikoi në vdekjen e tij mbetet ende mister. Në shtëpinë e Haxhi Mustafave, Keks Kosovës i doli përpara njëri nga vëllezërit e Hysenit. Nuk i erdhi fare mirë kur e kuptoi temën të cilën ambicioni ishte duke u lumtuar. Ai nuk pranoi të flas asnjë fjalë të vetme për dyshimet mbi vdekjen e vëllaut. Madje ai mohon se dinte diçka mbi zhvarrosjen e trupit e as për autopsinë që ju kishte bërë. Kosova. Jemi të interesu për vdekjen e familjarit tuaj, se shumë që jeni edhe shtëpia të Hysen Haxhi Mustafës. Po. Vdo ju, ja? Po. Çfarë rrugë më po? Ja sa mos të bëjmë. Kemi të interesu për vdekjen e tij. Se gjykata ka bënë një autopsi që ka rezultuar që nuk ka vdekur për vdekjes natyrale, po prej dëmtimeve që ka pasur në qafë. Po, edhe ishte. E tash ju si familjar, a keni prita, a një një për mu, a që përshkan? Kur gjusim të fëmë dashat. Jo, a? Jo. Doni me fol për kamerës diçka? Jo, s'ka nevojë për gjë. Jo, a? Jo. Prej familjes dikush? Kërkushiq. Baba, prindi? As baba, as kërkushiq. Rregull. Diçka tjera në proces nuk keni as ju ka thirrë as gjykata, as kur gjë? Ja. Heq kur gjë s'ka një gjë. Okej. Me fol nuk dani? Ja, s'ka nevojë. Ndonse vëllai i Hysenit e tha të kundërtën, burimet të Keks Kosovës i kanë thënë redaksisë se ai përveç se është në dieni për zhvarrosjen e autopsinë, ishte edhe njëri ndër të intervistuarit e prokurorisë. Keks Kosova vizitoi edhe shehun e Rahovecit, që sipas deklaratave të dhëna nga vjerri vllaznim Basha, ishte një ndër personat që e dinte të vërtetën e vdekjes së Hysenit. Duket se shehu nuk është këto. Emisioni e poti të pamundshme të gjejë edhe gruan e të ndjerit Djelza Shtavica, me që sipas informacioneve të emisionit, ajo ishte larguar nga qyteti dhe askush nuk dinte gjë për të. Keks Kosova kërkoi informacione lidhur me rastin dhe hetimet edhe nga policia rajonale në Gjakov. Policia në përgjigjen e tyre për emisionin pohon se tashmë janë intervistuar disa persona, duke përfshirë edhe personelin shëndetësor, të cilët kishin konstatuar vdekjen e viktimës. Ju njoftojmë se me autorizim të prokurorit kompetent të shtetit me datën 17/04/2024, në stacionin policor të Rahovecit është inicuar rast hetimi vdekjes, mbi pretendimet e ankuesit se viktima e rastit nuk kishte pasur vdekje të natyrshme. Pas procedurave fillestare, lënda është përcjell për vazhdimin e hetimeve në sektorin rajonal të hetimeve. Me vendim të prokurorit, trupi i të ndjerit është varrosur dhe i është nënshtruar ekzaminimit mjekoligjor. Aktualisht jemi në pritje të raportit përfundimtar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore.
Deri më tani janë marrë në pyetje disa persona me qëllim sqarimin e rrethanave të rastit. Gjithashtu është intervistuar personeli mjekësor që kishte konstatuar vdekjen e viktimës. Dhe raporti mjekësor është i përfshirë si pjesë e dosjes hetimore. Prokurori i rastit është mbajtur i informuar me raport informues për të gjitha të gjeturat dhe për ecurinë e hetimeve. Në këtë fazë të procedurës nuk mund të flasim. Për persona të dyshuar, çdo zhvillim i ri apo informacion shtesë lidhur me hetimet do të bëhet i ditur sapo të përfundojnë veprimet hetimore. Po këtë, përmes një përgjigje me shkrim në postën elektronike të Kiks Kosova, e konfirmoi edhe prokuroria themelore në Gjakov. Lidhur me kërkesën e parashtruar nga ana e juaj, ju njoftojmë se me urdhër të prokurorit të shtetit është bërë zhvarrosja dhe është marrë vendim që trupi i zhvarrosur të dërgohet për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Rasti është iniciuar hetimi vdekjes dhe nga ana e prokurorit të shtetit janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me këtë rast. Kiks Kosova ka dërguar pyetje edhe në adresën e qendrës kryesore për mjekësi familjare në Rahovec. Mirë po deri në momentin e transmetimit të kësaj kronike nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Kiks Kosova ka kontaktuar drejt për së drejti edhe me QKMF-n, duke i lënë numrin kontaktues për mjekun B.S, i cili sipas vjerrit vllazënimit kishte konstatuar vdekjen e viktimës, por i njëjti nuk i është lajmëruar emisionit lidhur me mungesën e qasjes në informacion nga QKMF në Rahovec. Kiks Kosova ka bërë ankesë edhe në Agjencinë për Informim dhe Privatësi.